Falëndrimi absolut i takon vetëm Allahut Madhërisëm, vetëm atë falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet mbi krijesën më të mirë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe ata që e pasojnë më të mirë deri në ditën e Kiametit. Sikur që po shihemi tash, dhe Allahu na ka dhënë vetë dije dhe mendje, dhe na ka dhënë shëndet, dhe kemi ardhur në xhumë, kështu njëjtë do të takohemi ditën e Kiametit. Kështu njëjtë kemi qenë të caktuar nga Allahu xhalla xhelaluhu, me caktimin e tij më të lartë, me urdhëresën e tij më të lartë, me verdiktin dhe vendimin që Allahu xhalla xhelaluhu i ka dhënë lapsit. Fajara kull shay. Dhe thot sallallahu alaihi wasallam, shkroi lapsi gjithçka. Shkroi lapsi si krijesë e parë e Allahu xhalla xhelaluhu gjithçka. Kështu njëjtë do të shihemi ditën e Kiametit dhe Allahu xhalla xhelaluhu elusim nga shpirti dhe zemra që të jemi në xhennet e mos jemi në xhehenem. Jeni njerëz dhe Allahu na ka dhënë mendje. Kjo mendje është e shpejtë. Shkon shumë larg. Mirpo, ajo mendje e lavdruar është mendja e cila e çon njeriu ku është Allahu i kënaqur. Jetojmë në zona ku Allahu xhalla xhelaluhu na ka udhëzuar. Kena pas mundësi me jetu në një zonë kur s'kishim qenë të udhëzuar. Po të kishte dashur Allahu, të gjithë banorët e tokës i kishte dënu. Wa kana adilan, dhe kishte qenë i drejtë. Dhe s'kish me qenë zullumqar. Po të kish dashur Allahu, s'na kish udhëzu, jena udhëzu. Vlerën e udhëzimit dhe kësaj që kemi ardhur në xhami dhe Allahu Akbar, nuk e dim realisht vetëm se kur do të vdesim dhe do të dajmë para Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj kena transmetuar shpesh herë vepra nga imam të selefit, sikur Sufjan al-Thauri, e Imam Ahmedi e tjerë prej dietarëve, të cilët e kanë lutur Allahun në shtratën e vdekjes me ngulm, pa janë nda hiq, se, o Allah, ma ruaj të uhidin, ma vdisi musliman, e sa ndeli madhashke, ma marë shpirtin Allahu xhalla xhelaluhu si musliman. Prandaj Ibrahimi a.s. dhe Jakubi a.s. në shtratin e vdekjes i kishin porosit fëmijët e vet, bijtë e vet, nipat e vet, wala tamutunna illa wa antum muslimun, mos vdisni ndryshe vetëm si musliman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, mos vdisni ndryshe vetëm si musliman, e këtë s'ka mundësi me të dhënë as hoxha, as haxhia, as paraardhësi, as baba, as nana, as kush. Ata janë bërë sebeb për me lindti, mirë po kjo është një gjë që njeriu duhet me kërkuar. Në mendjen tonë shpesh herë, që ndonjë pjesa po të kisha qenë në kohën e pejgamberit alayhis salam. Na hip ajo shpesh herë. Kur e ngon ndonjë ilahie, kur vjen nota e parë e Ramazanit, kur vjen Bajrami, e kështu me radh, kalon njeriu shpesh herë kur shkon në umra, e kalon njeriu shpesh herë këtë pjesë, po të kisha qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhalla xhelaluhu është ai i cili e ka emërtuar veten ahkamul hakimin, më i urti i të urdhëve, më i drejti i të drejtëve, i ka vendosur sendet ashtu sikur që janë. Ai Allah, mu edhe ty ne ka dhënë Islamin. Për momentin, vallahi be, billahi, na nuk ja dina vlerën. Për momentin, nuk ja dina vlerën. Po, shprehemi se ja dim, po nuk ja dim. Ditën e Kiametit kur kemi pa Abu Jahlin, kur kemi pa shumë njerëz në xhehenem, kur kemi pa shumë miliarda apo miliona njerëz në xhehenem duke shku, wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Allahu xhalla xhelalu tha, do të shfaqen skema ditën e Kiametit të cilat ti nuk i ke llogarit. E tash Allahu xhalla xhelalu ne ka dhënë. Shumë prej neve themi, po të kisha qenë. Allahu ka vendosur sot me qenë në ummetin e Muhammedit alayhis salam, me qenë muslimanti, prandaj mos u ndaj duke thënë lutjen o Allah, unë kërkoj të ti të mbrosh nga shirku që unë e di dhe nga shirku që unë nuk e di. O Allah, në asnjë moment dhe ditë prej ditëve të kësaj bote mos ma zbukuro shirkun, mos më duket i mirë që ta përqafoj atë e dal nga feja. Lutë Allahu xhalla xhelalu për ta. Dhe për këtë ka nevojë edhe hoxha dhe dietari dhe siddiku, ka nevojë çdo kush. Andaj sallallahu alaihi wasallam ka bëj istighfar. Dhe kjo puna udhëzimit nuk është me logjik. As nuk është me bukuri. As nuk është me ndeje afër dikujna. I ka sebepet e veta, dhe para mendoj vetën ti kur lexon jetë përshkrimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur e lexon ti e sheh Abu Talibin ka shkuar në xhehenem. Ti e sheh Abu Talibin ka shkuar në xhehenem, subhanallahu. Njëri i drejt, njëri i mëshirshëm, burnor, i aftë, i mençur, poet i arabëve, prej kryer pleqve të Kurejshve. Abu Talibi argjë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
i cili faktikisht e ka luajtur rolin e babës së pejgamberit alayhi salatu wassalam, që baba i vet s'ka mujt me edukue, ai e ka edukue djalin e vëllaut, nishin e vet, dhe e ka mbrojt me trupin dhe familjen dhe çdo gjë që ka pas. Çikat ja kanë lëshu, pra mendo. Unë nuk e di kush prej neve a kish mujt me duroj trysnin që është bë Abu Talibit. Sot, nasi musliman. Çikat ja kanë lëshu. Mushriki ka pas. Ja kanë lëshu krejt. As të shtëpia. Mushrik tjerë, dhandurt, mushrik, ja kanë lëshu çikat, shko të shtëpia, ec. Skati, mos ja mbajni anën Muhamedit, shkoni të shtëpia ju, ec. 3 vjet, jo një vjet, jo një muj, 3 vjet. Embargo i kanë bë, gjithçka i kanë bë. Dhe ai qëndron. Këta mirë po nuk qëndron në Islam, nuk e pranon Islam. Se Allahu s'ka caktuar. Mua dhe ti Allahu na i ka dhënë Islamin, subhanallah. Po sa për merit, ndoshta ai kish merituar më shumë se ureti. Sa për merit, ai kish merituar më shumë. Që do të thonë se këtu është pika e ligjëratës son. Këtu është pika e ligjëratës. Para mendoje Abu Talibi, sa i ndershëm, sa burr, i cili qëndron së bashku me ta, edhe vdes me ta së bashku në burgun, ama çfarë burgu ka qenë? Me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në shi'bin e vet, në tokën e vet, që s'kan pas drejt me dal jashta shi'bit. Shi'b Abu Talib, ngushtica e Abu Talibit është aty ku fillon Safa. Jeni në Google, Safa dhe Marwa, anash. Ajo pjesa, si ledin ku është, aty ka qenë shi'bi i Abu Talibit. Aty kanë qenë burgosur sahabët së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me Abu Talibin, me Khadijën radhiyallahu anha, që për 3 ditë i ka ndruar jetë bashku Khadija edhe Abu Talibi. 2 persona që e kanë përkra më shumti të dërguarin ton sallallahu alaihi wasallam, për të cilin po flasim që është bërë sebepi i udhëzimit ton sot. Allah na i ka dhënë këtë udhëzim. Ky udhëzim nuk arrihet me tentime, nuk arrihet me logjika, nuk arrihet me shkërngim të fesë. Jo. Duhet me pa Allahu xhela xhelalu të njeriu diçka dhe duhet me rujt, dhe duhet me kërkuar, duhet me dasht. Janë veprat zemrës. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam hadithin e Ibn Mas'udit në 40 Nawawiyya, 4 hadithe të Nawawiyut. Përmend se ka prej njerëzve që jetojnë në Islam 60 vite, fe yanqalibu alayhi alkitab, dhe i rrotullohet libri atij para fundit jetës dal prej fesë. Zoti na lutë. Dhe ka të tjerë që jetojnë 60 vite në kufër, mirëpo Allahu ka patë ato diçka, fe yanqalibu alayhi alkitab, dhe rrotullohet libri dhe ai e pranon Islamin dhe vdes. Janë momente shumë të imta. Omar ibn Khattabin të marrim si shembull. E thjesht plot. Omar ibn Khattabi ka qenë luftues i Islamit. I ka luftuar me të mëdha muslimanët. S'është nda duke i luftuar. E ka pasur mendimin se këta janë me fe të re, kanë ardhur me një fe të re. Janë duke bërë fitnë. Janë tu e prish rendin në Mekë. E ka pasur mendim është mush. Se mushin Abu Jahli, Umayya ibn Khalaf, kretarët e Mekës ata, Ibn Abi Mu'ayyid e tjerë, rolin e kanë pas me mush tjerë. I kanë mush, sikur sot që ka propagandë. Ata i muslimani sotit nuk guxon ti si musliman sot, si mësim merre mos u merr me ata që mushën. Shpesh më merrem me ata që janë të mushit. Jo, merru me ata që ka mushin, se i mushin të tjerë. Në kohën e sotit pishof vllaznit muslimant, merren me ata që janë direkt. Rreshti i parë, ai është i musht, Omar ibn Khattabi ka qenë i musht. Me këtë shpall pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është marrë me Omerin, por me kokat e kufrit, me Abu Jahlin, me Umayyin, me Abu Sufjanin, me ata është marrë. Ata që kanë mush, tjerë. Ka dhe në botë sot, ata që i mushin, që thonë të lanë gjune së kakut, që i së skatin, që i nxisin tjerë. Ata janë kryesorët, me ata dush marrë. Omar ibn Khattabi radhiyallahu anhu, sebepi Islamit, që Omar ibn Khattabit kena përmend disa herë, ajo sahabesha, ajo zemra e butë Omar ibn Khattabit, sa do që është shit, është shtirë për jashtë se i fuqishëm që i ka rrejë muslimant, po ajo zemra s'ka qenë në ideologjin e kufrit. Qëllimi ka pas të mirë. Ky qëllimi mirë, Omar ibn Khattabit, edhe në kufrin e vet e ka shpinë Islam. Një sahabesh, kur ju vjen fundi sahabeve dhe sahabeshave në Mekke, dhe s'kan ku me adhuru Allahun xhalla xhelaluhu, Muhamedi alayhi salatu wasallam ju jep idhën, leje me shkue bimerikin të një mbret, la yudhlamu indahu ahadun, duke qenë akoma krishterë në atë kohë, ka thonë fjalën e drejtë sallallahu alaihi wasallam, nuk bëhet zullum të ai. Të Ashama, të mbreti në Gjashi, i Abisinis. Atje shkojnë sahabët dhe tash bëhet hazër kjo komshike e Omar ibn Khattabit i nxjerr teshat jashtë të nxjera që kanë pas sende dhe bëhet hazër për me shkue dhe shën mëngjes Omar ibn Khattabi i thot ku të shkue? Sabahul hayr. I ka thonë me mëngjesi. Omar ibn Khattabi me thonë me mëngjesi. Fara'aytu al-islam fi a'yuni Omar.
Thot kjo sahabesh, thot e pash Islamin si Omerit. Sepse sahabët kanë qenë lakpams. Dhe kjo e ka zbut Omer ibn Khattabi dhe kjo e ka shpirë natën, pastaj me shkuar Omer ibn Khattabi në Mesjidul Haram, me ndërgju el-haqatu me el-haqatu, wa ma adraka me el-haqa, gjatë natës, kanë shku fshehtas e kanë ngu Muhammedin a.s. Që do me thonë se thirrja e muslimanit do të më bënë xhami. Thirrja e muslimanit do më bënë kuash qendra. Thirrja e muslimanit do më bënë TikTok. Do më thonë, hoxha TikTok i haram e full me haram. Full haram, atje duhet më ushtirë ku janë rinia, atje ku ndëgjohet. Në Mekke full ka qenë me 360 puta, atje ka shku me e falë namaz Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ku janë qendra, ku janë rinia çati. Mshesh, atje bëhet daveti. Nuk bëhet davetin mal gazibabos. Nuk e kanë bërë malin e Kudej. Mekke është full me male, full me kodra atje. S'kan shku atje, ka shku në Qabe. Ku janë umregjit, ku janë mushrikt, ku janë 360 puta, ka thirrë Islam. Sallallahu alaihi wasallam, nuk është tema jonë kjo. Ka lexuar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, el-haqatu me el-haqa. Amr ibn Khattabi ju ka zbut zemra, ka shku me ndëgjue, ka ra pak më shumë, shkon te motra e vet, se ka di që motra e vet muslimane është bë. Dhe dhondri vet, Said ibn Zeidi, i përgazuar me xhennet, dhe i kap duke lexuar surat Taha. Ata mendojnë se ka ardhur i rrej, jo bes kom ardhur i rrej, jo ki ardhur, jo sta jap nëse mushriki, ja merr letrën, e lexon surat Taha, ndikohet, e përha fjalën du me vra Muhammedin alayhis salam, shkon te Muhammedi alayhis salam ulet, dhe e ka për dorë, edhe pranon Islamin. Me pas kujt njerëzit krejt, Amr ibn Khattabi më musliman, pas bas ka shanski. Po është bë musliman. Ebu Sufjani, a ishte bë musliman? Ebu Sufjani musliman ka vdek. Milošević asaj kohë. Milošević, kasap. Ebu Sufjani është bë musliman. Allahu xhalla xhelalu ka çertu Muhamedit alayhis salam herët. Domethënë, a kuptojmë se kjo puna e Islamit, edhe udhëzimit është një farë enigme që na te kalon neve, s'unë e kuptojmë. E tash mëse është një farë enigme, një farë sekreti, që Allahu xhalla xhelalu na i ka dhënë dhe e kemi na në dorë këtë pasuri më të madhe të botës, e cila ta çel nesër deri në xhenetin. Allahu akbar. Dhe të jep nga dora e Rasulullahit alayhis salam me pije. Kjo nuk është pak. Kjo gjithçka. Nuk i thot pak, nuk krahasohet kjo hiç me asgjë. Kjo e kënaq Allahu xhalla xhelalu. Ti dhe unë e kena tash. Do të më rujt, do të më kultivu, do të më shpërnda në mënyrën më të mirë. Jo me e kuptu këtë Islam, jo me shpërnda këtë Islam, jo në mënyrën që çish na ka ardhur, me qenë drejt. E tash vëllazër. Na dim se në botë ka njerëz të pasur, s'po duhet mi përmend. Edhe me flish gojën me ata hiç, po duhet mi përmend në herë. Që kanë gjysmën e pasurisë. Unë edhe ti me pas gjysmën e pasurisë botës. A kish mi pas këtë Islam? Unë nuk e di valla. Isha tu, të kallëzë drejt. Mos bëhemi shumë frajra. Unë po e shoh se shpesh disa prej xhallarëve, e disa prej ahlul jahlit ton, që kanë jahil, e përshkruajnë këtë punën e udhëzimit sikur një dres me vesh, me ndrua, sikur me shku me playbook. Nuk ka bash ashtu. Nuk ka bash ashtu. Allahu xhela xhelalu i sprovon njerëzit. Ai i cili sot ka inteligjencë me pas gjysmën e pasurisë botës, ato vasi ka shku me një me pranu Islamin e në. Inteligencë, a du me pranu që ata që kanë arrit miliardera më botë botës, ata kanë men, po s'ka men me pranu Islamin e. Edhe s'ja mundë se në Allahu xhela xhelalu, s'është me miliarda e të. A kanë menu? Ka menu. Po qish me pranu Islamin kur pasuria atyre ndërtohet mbi kamat. Ndërsa Allahu xhela xhelalu e çon kamatën luftën kundër Allahut dhe pejgamberit alayhis salam. Direkt vjen dash. Për ta pra afru pak, për këta që janë sot, Herakliu, a ishte i mençur o vëllazër. Ai përmend se kishte ditë Tauratin dhe Injilin. Po dietarët ata. Dhe ishte i gatshëm me u bë dhe hoxh, se inteligjent. Herakliu ishte jashtë që ishte mbret i Bizantit, shtetit më të fortë botës në atë kohë, ai ishte vetë dietar. Prift. Ai dinte krejt përmend. Dhe ju mjafton me me lexu hadithin e Abu Sufjanit, kur ja ban pyetjet e Abu Sufjanit, ja ban si një dietar. Ato pyetje mos më kujtohen. Vallahi jo. Letësh me lexu hadithin. Ai kur e pyet për Muhamedit alayhis salam, e pyet pyetjet e pyetjeve. Tamam, një PR më i fortë i botës, çka duhet me vet. Një inspektor për inspektorëve më të mëdhenj botës, kur e vet një kriminal, ai dy pyetje ja ban, edhe shkon te shtëpia. Nuk e lodh kokën. Kur marrin intervistë këta që i përmendën parzit, ata shkurt e kanë, nuk e zgatin shumë. 2-3 pyetje që i kanë kryesore, shko te shtëpia ec. Ti se merr vesh bile pse nëse ki ngel, se merr vesh pse ki ngel. Sa janë inteligjent ata. Herakliu e pranon Islam. Me po kur ballafaqohet me të vërtetën, me popullin, me atë që po them që Allahu xhelle xhelaluhu neve na i ka zbraz zemrën prej asaj dhe e lutim Allahun që Allahu kur mos më na sprovu me diçka që na i merr neve zemrën dhe Islamin. Se amur. Herakliu e pranon Islamin kur i ardh populli krejt. A këta çka udhëheqin, udhëhecin e kanë te populli. Domthon nuk ishte më i dashur Islami te kë,
se udhëtësia. Allahu xhela xhela sprovoi, andaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u aqeli syt muslimanëve, a muslimanët e sodit plot, një numër i madh, ta nuk e din. Nuk e din këtë pjesë, i aqeli syt muslimanëve, kadhaba aduwullahi, rrein arbiku i Allahut nuk është musliman. Pra sa ai në letër i shkroi Muhamedit alayhi salatu wasallam, inni muslim, un jam musliman, xehmizmin e tregoi. Rrea se kohë. Jo, ti armiku i Allahut. Rrein, nuk ka e vërtet. Ti se ke pranuar Islam. Ma i shahadetin e tha? E tha? Para popullit vetëm dul me gjuhë vetëm, sikur që e kanë xehmiet, edhe murxhiet. Para popullit tha, unë vetëm ju sprovova për krishterizmin, se unë Allah krishter jam. Unë vetëm ju sprovova sa i të fortë ju në krishterizëm. Po Allahu s'ja mundsoi. Pra Allahu xhela xhelalu ja mundsoi sahabëve, tabiinëve, atba'u tabiinëve, na ka mundsu neve këto sot. Çka patëm na? Na nuk jetu në atë kohë. O vëllazër, para shtroj vetes pyetjen. Nëse i kishe pas gjysmën e pasurisë që kanë këta gjysmën e pasurisë botës, çka kishe bote? Se le të shme folna. Na kur po flasim për njerëzi, po falim për prizmit fukarallakut. Nëse kishe pas pushtetin e krejt botës sot, çka kishe bë? Çfarë sende kishe bë? Çfarë sende i kishe liu vetvetes? Se me jetu si fukara musliman, alhamdulillah, dhe nëse Allahu e din që fukarallaku është më i khairit për neve, o Allah, kur mos na e pasuri. Kur mos e, se Allahu xhela xhelalu e di këtë. Andaj disa dietar si Ibn Aqili, e tjerë kanë folë, Ibn Jauzi e përmend ta në Mawaidh. Allahu xhela xhelaluhu ka dhënë ti fëmijë. E ti e shef fëmin tanë. Dhe e din se fëmijës tanë me bon një aleju do se ndë shumë të ati i me lanë nësë të përshimon në telefon, e bat autik. Ndonjëherë dush edhe mi mshua, po, me zërë mi amar, a i kanë. Ska lidi. Pse e ban të këta? Ti e ban këta, thot. Ti e ban këta ti, se e di që interesi ati është në tjetër. Po Allahu xhela xhelaluhu. Po Allahu subhanahu wa ta'ala, si na shikon neve, nëse prindi që i ka 20 vjetë, 30 vjetë ma shumë se djali i vetë, kur gja ma shumë. Nëse prindi e ban këta me fëmijën e vetë, po Allahu xhela xhelaluhu që është i gjithdijshëm. Që na i di mirat, e të këqijat, e të zezët, e të bardhët, e mëkatët e të fshetat, e publike, edhe karakterin e krejt, edhe sende që na nuk i dim për vetë. Nuk i dim. Allahu xhela xhelaluhu ta ka dhënë ty edhe mua, na i ka dhënë Islamin. Do të më rujt, sigurisht. Prandaj një numër i madh i ajeteve, Allahu xhela xhelaluhu i çarton dhe njerëz se kuptojnë. Për shembull, ka thënë muslimanëve që në xhami kanë bërë muhabet, po ta kisha pas këtë pasuriat, lime takuluna ma la taf'alun. Pse ato një xhoçi se s'muni me po. S'është për juve kjo. Dhe kjo puna e Islamit është një dhuratë e madhe e Allahu xhela xhelaluhu që ta ka dhënë. Do të dalim para Allahu xhela xhelaluhu njerëzi amerikan musliman, subhanallah. I Grenlandës musliman, i Danimarkës musliman, i Ballkanit ti edhe on musliman. Që stërgjisha tonë s'kanë qenë musliman për para, në kone Rasulullah a.s. S'kanë qenë ata. Dhe na, sot dala musliman, e do të dalin dështë Arab, mushrik. Kurashit, mushrik. I Mekës, mushrik. I Medinës, me Rasulullah a.s. mushrik. Shkon gjahele. Sot nuk e dina këtë vlerë. Se sot jenë gjami rahat, shkon të shpia rahat, habuk rahat, i she njerëzit, nuk ja di vlerën kësaj. Sa të dush me folë, nuk ja di vlerën kësaj. Por kjo ligjerat është pak, sa me edhon një hije, e një stërpikje të vogël me mendu pak rreth dhuntisë që Allahu xhela xhelalu e ka dhënë dhe thirrje së gabueshme që e bëjmë në sot. Thirrjen e gabueshme që e bëjmë sot. Ku muslimani merret me sende shumë të vogla dhe muslimani nuk merret me shkaqet. Ndërsa e kanë pasur të dërguar të Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili është marrë me shkaqet e shkaqeve, i cili direkt është marrë me problemet. Nuk është marrë për rreth. Direkt është marrë, dhe sahabët i kanë mësuar kështu. Dhe i kanë mësuar njerëzit se shkaqet duhet më ushërue, jo pasojat. Sot edhe në mjek me shku, shkojnë pasojat të shërojnë. Me dregëzat mirën, me puqërat mirën. A nuk merren me atë sebepin e mbrëmshëm se çka e shakton këtë puqër, apo këtë varr, apo këtë smundje, çka ja ka shaktuar? Sot njëtën gjë mjek e kije kuvën diku tjetër. Të axhallar të kije, në fetva të axhallarëve e kisët. Merren me problemin, a nuk merren me shkakun e problemit. Ndërsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam edhe musliman të barë, prandaj për e thëmë ta, se du të me falendru Allahun xhela xhelaluhu. Nga se kush do që nuk e falendron Allahun subhanahu wa ta'ala, Allahu ja merr atë. Dhunti më të madhe në këtë botë nuk është puna pasurisë, është udhëzimi. Këta nëse e fol me njerëzi të xehlit se kuptojnë. Çka thonë? Abe ju muslimant veç me ahiret mirë ju, s'mjeni me diçka tjetër. Kur na thonë se ti edhe ai, pse s'po folti për oponentin tan, për atë disa xhallar që kanë fol për ti, pse s'po fol? Se na e kena mi'jar, na e kena parim ahiretin. Na e besojnë ahiretin sikur që po flasim kështu, edhe më shumë pak. Na e besojnë se kena me dalë para Allahu xhela xhelalu, se ka me fol dora,
kama, trupi, zemra, balli, krejt, vetëm gjua s'ka me fol atje. Këta që kanë fol, le të mendojnë ata. Këta që kanë hinër hak, le të mendojnë ata. E ti si musliman, qëndra besnik islamit, sunnetit, udhëzimit dhe mos u mashtra me lavdrimet të tjerëve. Mos u mashtra me namin dhe pozitën që e kanë tjerët. Me bukurin e sendeve të dynjas që i kanë ata. Sa ata në zbukurimet të kësaj bote, Allahu xhela xhelalu mua ty ne ka dhënë pasurinë më të madhe të kësaj bote. Ti nuk je trajder, ti je pasunik më i madh i kësaj bote që Allahu ta ka dhënë botën edhe krejt çka ka. Prandaj Muhamedi alayhis salam e ka mësuar Aliu radhiyallahu anhu, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan. Allahu më u bë sebeb që ti ta udhëzosh, të bësh sebeb më udhëzu dikush për njerëzve, khairul laka min ad-dunya wa ma fiha, është më mirë se krejt botën me ta dhënë. Nëse kuptojnë ata. Po Allahu xhela xhelalu ta ka dhënë këta. Dhe është bërë sebeb dikush. Dush me respektue sebepin dhe dush me ndejt afër asaj që Allahu xhela xhelalu ta ka dhënë këtë udhëzim. Dhe dush me rujt sikur sytë e ballit e më shumë. Dush me rujt më shumë se diamanti, dush me rujt më shumë se shëndeti, dush me rujt më shumë se gjithçka dhe me formu atmosferë dhe sendi që na erujmë njëri tjetrin. Sepse sikur që mësimi që sot në kohën e sotit, në kohën e selefive të ri, muhabeti bat krejt raporti neve me Allahun xhelle xhelalu, njohja e emrave të cilësive të Allahut, mohimi tagutit, raporti jon me Allahun xhelle xhelalu, kufri dhe shirku që janë shumë rëndësi këto, pasha Allahun aq të rëndësishme, sa kur që janë këto, aq edhe pak më shumë janë të rëndësishme raportet tona direkte me zveti. Po madje prej akidës tonë është raporti jon me një mushrik sa ja du udhëzimin atij, edhe këta e shikoj ka Allahu po edhe këta. Prej akidës është edhe kjo. Po ai mushrik bre, kafir. Lanë xhehenemi. Allahu xhela xhelalu shikon zemrën tonë se ti a ja do udhëzimin atij apo nuk ja do. Këta e shikon. Ai vetë mushrik. Më i keq i botës letet. Allahu ta shikon ty zemrën sa ki bë sebepin maksimal ti ai të udhëzohet. Prandaj thash, Muhamedi alayhis salam na ka mësue me umar me ata që janë mbrapa çka i frin. Sot një shumicë e madhe e muslimanëve merren me ata që janë direkt. Po kjo është çmendorive vallahi. Pasha Allahu kjo çmendori. Dikush i jep rrogën atij, ai fol, ti merresh me këta. Subhanallah. Ai që ka në rrogën, ti merresh me ta, ai rahat të shtëpia vet. Ju e dini se ata që peshojnë Islamin sot. Pasha Allahu morën rrogë ata. Ata rrogat më doja marrin. I kanos. Disa marrin për Moskve, disa për Beogradi, disa për Washington. Për këtë botës marrin ata. S'ka lidhje. Ama ti si musliman ti e sheh shumë për muslimanëve të mensur bile, merret direkt me atë. E me atë gazdën që jep rrogën. Unë e di shumë mirë se nëse kena një problem familjar, na e dinë se ç'është zgjedhë. Me na kërcënu diku në shtëpi, na nuk merr në mat dorasin, që ka ardh, na merr në mat. Po pse në punë të Islamit nuk kemi kështu? Pse në punë të jetës nuk kemi kështu? Pse nuk kemi se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pse nuk e tregojnë realitetin dhe vërtetën e sendeve njerëzve? Pse nuk na dhimbën neve njerëzit? Se kjo çka bën muslimani me reagime kështu, kjo nuk është normal. Dhe se Allahu xhelle xhelaluhu personin që nuk e ka det këtë fe, nuk e ka gajde këtë fe, dhe merret me direkt dhe nuk ka mëshirë me njerëzit, pse me të mëshiru Allahu xhelle xhelaluhu? Kësa i kanë frikë. Se kjo kokforci, zemrat të ngurta, inatet të shumta dhe malja përsipër e Islamit dhe shtirja me inat nuk t'jep Allahu baraqet. Sa e sa djali i ri, dhe që kjo është një temë e veçantë që duhet mu shtelu dhe nuk e shtelu në xhallat në kohën e sotit, është mëkatet gjinat që i kena mes neve dhe Allahut. Pita xhallat duke fillu. Sot është bë hata më ka kallzu një gjuna hoxhës që e kije se del në hutbë ta kallzon ti gjunajin tan. Brazil të ban. Ai një ti hoxhë më marr sendet, më marr me shtin Big Brother ata. Ha ha. Çka del prej atina? Na njerëzina gabojna, subhanallah. Dhe do të bëjmë drejt me njerëzit, më shirshëm me njerëzit. Mos më marr rolin e Allahu xhelle xhelalu. Allahu e ka rol. Kur kush? Vetëm Allahu xhelle xhelalu. Xhamati është shndruar kështu. Xhamati është shndruar kështu. Janë shndruar këto sene njerëzit. Dhe nuk e lëshon Allahu bereqetin e vet. Dhe tut nëse Allahu xhelle xhelalu ka më marr udhëzimin neve, nëse e marrim rolin e asaj që e ka thujt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam at-ta'ali ala Allah. At-ta'ali ala Allah. Kur njëri e kishte pa tjetrin duke pirë aki, dhe i kishte thënë në fund, vallahi Allahu s'ta fal tyje. Dhe Allahu xhelle xhelalu tha, pasha Allahun atij e kum fal, e ti s'ta fali. Pas shirkut nuk ka gjuna më të madhe se kjo. Pas bërjes artak Allahu xhelle xhelalu si gjuna nuk ka më të madhe se kjo. Dhe këto janë tema që duhet mi vlerësu dhe mi shiku mes neve dhe Allahu xhelle xhelalu. Prandaj Allahu xhelle xhelalu në Kur'an na ka tregu se kjo botë
Apo në hadith ka nga pejgamberi sasëm si tefsir, si koment i fjalës Allahu xhela xhelaluhu, kjo botë po të kish pas sa një krah i miskojës vlerë të Allahu, me se ka fiha kafir, si kishte dhënë një gotë ujë një jo besimtari, si kishte dhënë hiç. Po kjo s'ka vlerë te Allahu xhela xhelalu. Çka ka vlerë këtë dunjë? Besimi. Bindja, falja e xhumas, falja e namazit, sadakaja, agjerimi, vllaznilloku, më adosh të mirën njerëzve, më adosh të mirën vllaut tan, me uru ata, me qenë i bereqetshëm, me qenë besimtar, me qenë i sinqert, me fol drejt. Me fol drejt, me i thirr njerëzit në Islam. Kjo ka vlerë. Dhe këto vlera duhet më rujt, dhe me i kultivu, edhe me i shtu, dhe me shku te Allahu xhela xhelalu dhe me pastër. Sepse është rrezik udhëzimi jon me këto momente dhe me këto çështje të gabueshme që na mendojnë se me zor kena mundësi njerëz të mishtin fe. Prandaj ne jam paraqit në sot në umet dy grupe të njerëzve. Disa mendojnë se janë më të mëshirshëm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e disa më të rrima, asnjëri hiç. Disa mendojnë se janë më të rrima se sahabët, që s'ka lidhje, e disa mendojnë se janë më të mëshirshëm se sahabët, s'ka lidhje. Por duhet me vlerësu këtë udhëzim që Allahu xhela xhelalu ne ka dhënë. Na e shohim se Allahu ne ka dhënë gratis. Na ka dhënë vallahi. Fadl min Allah. Vlerë për Allahut, kur gjon as na meritor për udhëzimin tonë. Hiç. Allahu ne ka dhënë, na duhet me rujt. Si me rujt? Kur ti thrasim njerëzit duhet me qenë urr, me shteli njerëzit me neve. Mos na i përmendin emrin hiç, s'ka lidhje. Le të bëhemi sebeb në udhëzim njerëzit. Se ai është nalt, ai që është lart, Allahu xhela xhelalu ka më shndruar sendet tamam në vendin e vet. E jona është me qenë musliman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. E jo mos disni ndryshe vetëm si musliman. Prandaj zgjuxon. Me pas besimtari jo musliman llok në dorën e vet. Në lapsin e vet. Në mendjen e vet. Në ndjen e vet. Në stilin e vet. Nuk guxoj me pas sendet që janë kundër Resulullahit alayhi salatu wassalam dhe menhexhit ti. Sikur që është për menhexhit besimi në Allah dhe cilësitë e tij, ashtu është për menhexhit besimi i ndërsjellët me vllahun tan musliman. Allahu është në mendimin tan për vllahun tan. Allahu është në mendimin ton për njerëzit. A unë jam më i mirë ata? Mos ta rajnë vetën. Na krejt mendojnë për veten se na më të mirë. Mos ta rajnë vetën. Nuk e di për juve, unë për veti po fol. Nuk e di për juve, po sigurt edhe ju. Për jashtë deklarativisht, për jashtë na thëna, vallahi unë jam më i keq për juve. Unë jam gjunaqari më i madh, ka hiç thonë. Hasan Basriu ka thonë, një hoxh nëse e ndëgjoni duke thonë për veten se jam gjunaqari më i madh, më i keq në publik, ato e latru veten është. Hiç mos u lodhni më atë. Po unë po ju them se neve na vjen krejtve mbi 95% mendimi se unë jam më i mirë se ti. Prandaj shikojnë ata, zdeve ki. Gjau zuki, smarrashki. I filan katolit ke, i filan anës është ke. Këta janë ana. Kjo realiteti jon. Po na mund kjo. Na duhet të luftojmë këta. Andaj te sahabët e Resulullahit alayhis salam, ata janë merr me këtë problem. Nuk janë merr me sende teknike. Sot merren me njerëzit me sende teknike. Merren me çka transmetim është në filan hadithin Sahih al-Bukhari me 2375. Allahu akbar. Në xhennet. Sahabiu s'u shmall me këta. Omar ibn Khattabi dhe sahabët janë marrë atë pjesën nëse unë dalim në pazar dhe i shoh njerëzit se janë më të çise unë dhe unë jam më mirë se ai, kjo është kibri. Kjo ka mundësi me prish Islamin. E njëjta është në aspektin e xhamateve, kur ti mendon se xhamati jot, xhamat të tjera janë katastrofë, s'kishin punu kur gjë ata. Azollar tjerë pas, s'ka xhapi atë hiç kur gjë s'kan bëta. Ata përpara hiç, aloma hiç. A kanë anomali sa dush? A kanë probleme sa dush? Me po të zgjozon me shiku se ndeshto. Unë edhe ti nuk guxoj me shiku se ndeshto. Duhet me shiku me prizmin e Allahut xhela xhelalu. Se udhëzimi i Allahut e ka funksionimin e vet. Ajo është vlera të Allahut xhela xhelalu. Këto punët e tjera dunjas janë të vogla për Allahun. E kjo po. Nëse ka sen transition për Allahun këtë botë, është kjo puna e udhëzimit ton. Kjo po. Nëse ka sen transition për neve në këtë botë, kjo puna e udhëzimit është. Që Allahu ta ka dhënë dhurat, merr, hec. Po çka kishin thënë nëse ti edhe unë kish më qenë në Amazoni diku. Në Argjentinë, me pasi. A kishin udhëzum? Në Brazil, në Rusi, në Sibir, në Kinë, në Hindi. Ai ti po njerëzit të botës. Na kena qelluar në Ballkan, Islami ka ardhur. Shishër. Dhe na as pak nuk e njohna historinë tonë, edhe se ndet që duhet me i paguar patjetër para Allahu xhela xhelalu. Lutem Allahu xhela xhelalu që Allah të na lënë udhëzimin. T'ia dim vlerën. Çdo ditë në emrin tonë që Allahu na e shton, o Allah na shton falënderimin dhe udhëzimin dhe nëse e ke shkruar në kaderin tënd o Zot, më na deviju ndonjëherë fshija o Zot, se ti e fshin ta. Na ke mësuar përmes Rasulit tan sallallahu alaihi wasallam kush lutet, se lutja e fshin ata dhe tjetra në lutje, o Zot. Na e fshi ta.
O Allah, mos na e merr shpirtin duke qenë mushrik. As duke qenë munafika, as duke qenë fasika. Na merr shpirtin duke qenë të kënaqurna. Dhe kjo është vlera jote o Allah, që na e ke dhënë dhe nuk është prej sendeve që na i kena fituar. Walhamdulillahi rabbil alamin.